Operacioni procedimi në Fier ka arrestuar 4 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, shtetasit BB, NO, QSH dhe BB. Pamjet e policisë tregojnë kontrolle në një magazin droge, maska silikoni dhe armë në tokë. Në konferencën e përbashkët për shtyp të DVP Fier dhe Prokurorisë së Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, u tha se është goditur një grup i dyshuar kriminal për trafikim armësh, kultivim dhe shitje të kanabisit. 4 shtetas u vendosën në pranga, u sekuestruan 6 armë zjarri e gjahu, 4.000 fidan kanabisi, 5.000 fara kanabisi, qindra fishek të kalibreve të ndryshëm, radio dhe uniforma të policisë. Në kuadër çështjes penale numër 1815, datë 18/11/2024, janë zhvilluar hetime të thelluara duke përdorur metoda speciale të hetimit për një periudhë 6 mujore, mbi veprimtarinë kriminale me qendër veprimi në Fier, Lushnjë, si dhe përtej këtij qarku, sikurse në Durrës, Shkodër, Kukës apo dhe jashtë territorit në Kosovë. Nga hetimet e deri tanishme të kryera, është bërë e mundur të dokumentohet vepra penale, trafikimi i armëve dhe municioneve kryer në bashkëpunim, prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike dhe kultivimi i lëndëve narkotike parashikuar në anene 278A paragrafi 2, 283 dhe 284 të Kodit Penal. Në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë vendore të policisë Fier dhe forcës së posaçme operacionale të drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit, mbi bazën e urdhrave të ekzekutimit lëshuar nga prokuroria, si dhe për shkak të gjendjes së flagrancës diktuar nga dinamika e hetimeve, janë kryer në datën 2/6/2025 13 kontrolle në ambjente banimi, automjete, magazina dhe sipërfaqe toke, ku janë gjetur dhe sekuestruar prova materiale. Operacioni policor i koduar procedimi është finalizimi i një procedimi penal të ndjekur me metoda speciale të hetimit në drejtimin e prokurorisë Fier. Procedimi u fillua dhe u inicua nga sektori për hetimin e narkotikeve dhe trafiqeve në drejtorinë vendore policisë Fier dhe u ndoq në bashkëpunim të drejtë për drejtë me drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në policinë e shtetit. Siç është bërë publike edhe më parë përmes njoftimeve tona për shtyp, strukturat e DVP-s Fier kanë vijuar pa ndërprerje operacionet për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale. Në kuadër të këtyre përpjekjeve, specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve siguruan informacion përmes inteligjencës informative dhe policore dhe referuan në prokurorinë e Fierit dhe u regjistrua procedimi penal 1815 i vitit 2014 që u ndoq për gjithë këto muaj me metoda speciale të hetimit. Nga hetimet rezultoi se disa shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin veprimtari kriminale në fushën e trafikimit të armëve dhe municioneve të kalibrave të ndryshëm, si dhe mbanin armë zjarri për qëllime kriminale. Ky aktivitet kryej në disa qytete të vendit, si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës, ndërsa në disa raste armët siguroheshin nga Kosova dhe futeshin ilegalisht nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në Morin. Nga hetimet rezultoi se ky grup merrej edhe me kultivimin e bimëve narkotike dhe shitjen e kanabisit.